Dafina Zeqiri i bën dis Elvana Gjatës, lufta me sa duket sa po filloi. Lumja Toka është kënga më e re e Elvana Gjatës. Ajo erdhi me motive tradicionale shqiptare edhe në pjesën e imazhit. Diçka që duket se nuk i ka kaluar Dafina Zeqirit pa e vënë re. Ajo, pa ndonjë arsye specifike, nuk është as përvjetor i këngës e as i postimeve. Ka ndar pamje nga klipi i saj Milion ku shfaqet me veshje tradicionale dhe me një set-up që i ngjan goxha klipit të fundit të Elvanës. Mesazhi. Shumë, po shumë i qartë. Dafina siç duke dëshiron ose që të tregoj se ka qenë para me këtë trend. Ose do ta vënë në dukje që është Elvana ajo që po e kopjon. Ose të dyja bashk. Në vitin 2022, Dafina pati folur për pandemi të lavaje në performancat live të këngëtarëve në estradë. Zhvillimi pati ardhur pak ditë pasi Elvana këndoi këngë të tjerëve në skenën e Sunny Hill Festival. Në atë kohë, Elvana pati quar një mesazh me një story ku shprehej: "Mos u bë xheloze", duke dëshmuar rivalitetin në ajër mes dy vajzave. A do kemi një reagim nga Elvana këtë herë? Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.